Bro, madhe mirë se keni ardhur në Okult Podcast. Ky emision quhet Mendon Ndryshe nga unë Kedi Preza. Fatkeqësisht duhet t'ju lajmëroj se ky do jetë episodi i fundit para se të mund të marrim pushimet. Me zemër të thyer ju a them këtë gjë, do takohemi prapë në javën e 2 të shtatorit. Si temë e fundit me që do mbyllim emisionin, sot kam zgjedhur të flas për ç'a ndodh pas vdekjes, me gjithçka që mund të vërtetojë të paktën shkenca e sotme. Me që do mbyllim emisionin, hajtë flasim ç'a ndodh kur mbyllim gjithë jetën. Para se të mund të fillojmë, desha të bëj një falënderim për sponsorat tanë që e bëjnë të mundur emisionin ton, duke nisur nga uji Lajthiza, uji më i mirë i trojeve shqiptare. Do ju sugjeroja sidomos të ditë të nxehta vere, që po plasim, nuk e di si po e marr veten as tash, domethënë. Ju sugjeroj të provoni këto kanaçet e reja që kanë dalë, janë energjike. Siç u thash, është shumë vap, kështu që nëse do të provoni diçka energjike, futeni të provuar se janë më të mira se ç'mund të mendoni. Faleminderit Lajthiza që na mbështet. Gjithashtu desha të falenderoj bujtinën Adora, që është një bujtinë butik mes natyrës dhe qetësisë, dhoma prej guri, pishin panoramike, hapësira wellness dhe kuzhinë tradicionale. Vendodhin e keni në Dushaj, pranë Bajramcullit. Faleminderit që na mbështesni. Gjithashtu desha të bëj një falënderim për Bioenergy 77, Spiritual and Energy Healing, zgjidh produkte që të mbështesin mirëqenien tënde natyrale. 2 nga produktet janë këtu. Nëse i dini, për ju që i dini, që nuk janë magji, janë thjesht shkencë që funksionon ndryshe, ju sugjeroj të kërkoni çfarë bëjnë. Mund ta gjeni në adresat e Kodra e Diellit në Tiranë. Nëse doni të bëni një rezervim për seancat, mund t'i bëni te numri i WhatsAppit 069 333 7749. Faleminderit që na mbështesni. Dhe së fundit desha të bëj një falënderim për Alpsig, kompaninë e siguracioneve mbi 20 vite provojnë në treg. Janë të fokusuar në ofrimin e zgjedhjeve të besueshme për individ dhe biznese, çfarëdo që jeni. Alpsig ofron siguri të plotë dhe mbrojtje financiare në çdo fazë të jetës. Faleminderit që na mbështesni. Për të nisur, siç u thash, sot do flasim për gjithçka që dim dhe mund të themi me konfidencë ose me raste nga jeta e secilit, për çfarë ndodh pasi mbaron jeta njerëzore që po bëjmë tani. Si fillim duhet të themi diçka shumë të rëndësishme, për ju që nuk besoni te rimi-shërimi, që ne përbëhemi nga e njëjta esencë. Le ta nisim kështu. Të gjithë ne përbëhemi nga e njëjta esencë, e cila quhet energji, diçka që mund ta mbani mend nga shkolla. E njëjta esencë e aplikuar në forma të ndryshme. Energjia është ajo që përbën këtë tavolinën këtu, por edhe mua. Gjithë qeniet konsciente, gjithë kafshët, gjithë gjallësat, plus pastaj gjithë gjërat që nuk janë gjallë, përbëhen nga e njëjta esencë, e cila quhet energjia, e cila më vonë ndërlikohet dhe bëhet dallimi mes gjërave për shembull të gjalla dhe jo të gjalla. Por esenca është e njëjta. Le të themi te gjallësat është shumë më ndërlikuar. Kjo është e njëjta esencë dhe mund të jap një shembull, që nëse le të themi ka një konfrontim, kemi një konfrontim unë dhe ti, për shembull ti që po e shef këtë video dhe situata agravohet dhe ti vendos me mra një grusht mu të rive, le të themi. Grushti shkakton impakti shkakton, le të themi, transferim energjie, transformim nxehtësie nga ana tjetër, shkakton dhimbje nga ana tjetër, nga faqja e personit tjetër. Kështu që aty mund të themi me konfidencë, me siç e pranon fizika, që mund ta keni mësuar në shkollë, që aty ka një transferim energjie. Kështu që me e thënë me fjalë të thjeshta, një pjesë e energjisë që të përbën të ty në momentin që godet personin tjetër, transferohet te personi tjetër. Është një pjesë e jotja që të përbën të ty dhe ishte pjesë e qenies tënde që tani është pjesë e qenies së personit tjetër. Por nuk ka ndonjëherë memorie ose nuk i kujtohet ndonjëherë që ka qenë ndonjëherë ti. Kështu që kjo është një provë që le të themi është e njëjta esencë që na përbën ne të gjithëve, por thjesht ndërlikohet nga sensi i unit, i egos, sensi i memories tënde, le të themi trurit tënd, memories që mban, por që në thelb është e njëjta esencë. Totalin e të njëjtës esencë, totalin e energjisë që është në këtë univers ose në botë, si doni mund ta llogarisni, mund ta quajmë ether. Totali i energjisë është ether. Ose mund ta njihni ndryshe si shpirti i shenjtë, ose mund ta njihni si akasha dhe prana. Ai Nikola Tesla i quante ether, shpikjet e cilit nuk do ishin të mundura pa ekzistencën e etherit, si një field, si një, le të themi, medium ku kalojnë të gjitha valët. Kjo është diçka që u bë debunk në 1889, mos gaboj, dhe është bë debunk në një mënyrë që nuk është e vërtetë, por që nejse, çrëndsi ka. Të njëjtën teori, për ju që kuptoni sadopak shkencë, flasim dhe ditët e sotme, që është teoria e fushës ku lëvizin valët e diçkaje. Kanë gjetur pikselat e gjithçkaje, pikselat e
Pikselet domethënë gjën më të vogël të mundshme, copëzën më të vogël të mundshme të valve zanore, të valve të dritës, të materjes, të kohës, të hapësirës në vakum. Domethënë kanë gjetur pikselet të gjithçkaje dhe kanë një emër të cilin e quajnë fushën ku operojnë pikselet e valve të gjithçkaje. Dhe të gjithë thelbi është që mase po na gënjejnë që ka shumë fusha të ndryshme. Mase fusha ku lëvizin valet zanore nuk është e ndryshme nga fusha ku lëvizin valet e dritës, por është e njëjta. Është e njëjta fushë, është thjesht kodi i lojës që vendosi aty krijuesi për ne. Dhe totali energjik ose fusha që kontrollon shpërndarjen e valve, atë mund ta quajmë ether. Sa për kollaj, ether. Kërkoni çfarë është ether, ka qenë elementi i pestë. Kishim një element më tepër në tabelën e elementëve dhe pastaj vendosëm që nuk ekziston. Me sa duket e zbulum diçka dhe pastaj zbulum që s'qen ka e vërtetë e gjëja. Kjo është historia e vërtetë, domethënë e thënë me fjalë të thjeshta, por kudo që e kupton sadopak për çfarë po flas. Le ta quajmë ether për kollajlik, dhe le të themi që etheri është totali i energjisë që ekziston në këtë univers, e cila na përbën të gjithëve. Të gjithë përbëhemi nga e njëjta esencë. Kështu që gjithçka është një, ndryshon vetëm egoja, domethënë ndryshon lidhja me qenien kafshërore që je, ndryshon sensi i unit. Kur energjia është e ti, sillet si ti. Kur energjia transferohet nga ti ta unë, sepse ti mrej grushturive, tani tutje sillet si unë, është pjesa ime. Dhe nuk e mban mend ndonjëherë që ka qenë ti, por është e njëjta esencë. Jashtë trupit, totali që të përbën ty është gjithë energjia që ke në trup për momentin dhe është e aftë të thot unë në emrin tënd. Në qoftë se kjo energji transferohet jashtë trupit tënd, nuk e thot më këtë gjë. Kështu që e vetmja gjë që të mban bashk ose mban qenien tënde bashk është trupi. Kur ti je jashtë këtij trupi, dhe je thjesht në ether, aty ku ke qenë para se të futesh në pjesë të këtij trupit. Gjithë shka që futet pjesë e trupit bëhet pjesë e jotja, domethënë ne jemi çfarë ham, ose mund të themi ne jemi çfarë pim. Në momentin që unë e pi këtë ujin, energjia sadopak që është pjesë e ujit bëhet pjesë e imja. Kështu që uji bëhet unë. Kështu që në momentin që trupi bëhet i pa përdorshëm, trupi vdes, atëherë edhe unë do bëhem pjesë e natyrës, rrotull. Ajo që pjesa jo fizike e imja, pjesa shpirtërore mund ta themi, ose mendore bashkë me emocionale, shpirtërore. Thjesht kthehemi aty ku kemi qenë, para se të futeshim në këtë trup. Kjo është ajo që dim dhe mund të shpjegojmë deri tani. Është një mënyrë tjetër për të thënë rimishërimi, po jo si e mendojnë hindut, le të themi, që ti vdes dhe ringjallesh prapë si njëri tjetër, është më tepër sikur ti je edhe ai njeriu tjetër që tani gjithçka është një që tani, domethënë ti je edhe Stalini, edhe gjithë njerëzit që ka bë të vuj Stalini, që është një mënyrë për ta shpjeguar këtë gjë, domethënë do ishte teoria e vezës, arsyeja më e volitshme, sipas meje të paktën, arsyeja më e mundur pse jemi kriju dhe pse ekziston ky realitet me ne brenda, është sepse në momentin që ti vdes, le të themi do takosh Zotin, shumica nga ju e mendoni si të vërtetë këtë gjë, do takosh Zotin dhe ai do të thotë një bisedë që ta ka bërë dhe shumë herë të tjera. Ai do të thotë që ti vdiqe dhe tani ti do lindesh si një gru kineze në vitin 1850. Dhe ti i thu, qa thumë, është i vërtetë rimishërimi? Qa thumë, 1850 në të shkuarën, Zoti nuk i plas për kohën, është ai që e krijoi kohën, është jashtë kohës. Njësoj si që je ti, le të themi jashtë GTA San Andreasit. Në momentin që ti lun GTA San Andreas, ose një lloj tjetër GTA-je, domethënë aty është një personazh i lojës, i cili ka limitet e lojës, por që kontrollohet nga ti. Kur ai vdes, nuk vdes ti, vdes vetëm personazhi që të përfaqëson dhe që ti merr vendimet për të. Kështu që në momentin që ti lun GTA San Andreas, ti je Zoti dhe CJ nga GTA San Andreas është Krishti. Ty nuk të zë aty brenda, ti je një qenie 3D që nuk mund të futesh në botën virtuale të GTA-s. Ty nuk të zë bota virtuale, por vendimet e tua për të luajtur përmes një lojtari, ato i zë. Kështu që le të themi që Krishti është dhe aq i besueshëm është, sepse na ndihmon fakti që kemi kriju GTA San Andreasin. Kuptojmë se si mund të ketë qenë në të vërtetë, thjesht një lojë. Vendosi Zoti më u fut një lojtar dhe të lunte një lojë për çeft vet. Nuk është dashje pa besueshme, kjo është ajo që bëjmë ne. Po që ty aty nuk të zë, Zotin nuk do e zinte as parajsa, sepse asnjë krijim i jotin nuk të zë ty, sidomos krijimet virtuale, siç i bëjmë ne. Ti nuk mund të futesh brenda të kompjuterit dhe të japësh dorën si xhejt të GTA San Andreasit. Kjo është e pamundur, kështu që
Ajo mënyra si funksionon realiteti jonë është shumë i ngjashëm me krijimin ton të San Andreasit ose çdo lloj gëtaje. Domethënë thjesht kemi pa krijimin e Zotit ton dhe kemi vendosur të jemi Zoti i diçkaje tjetër që ekziston poshtë nesh, në një dimension poshtë nesh. Është e njëjta gjë. Po thjesht po kopjojmë atë që ka bërë krijuesi jon. Kështu që qëllimi më i mirë, më kaq sa kena fol deri tani, qëllimi më i shpjegueshëm është teoria e vezës, që është një vezë kjo. Ti siç folëm do vdesësh, do bësh një bisedë me Zotin, edhe ai do të thotë diçka që ta ka thënë shumë herë, që do të thotë ti do lindësh si një grua 1850-ën. Për të dhe kur të vdesësh si ajo gruaja 1850-ën, gruaja kineze, aty nuk do e mbash mend, do vdesësh dhe prap do i duhet të thotë njëjtën gjë. Derisa do vi një moment që ke bë 12 trilion jetë dhe ke bë 12, le të themi 6 trilion herë keq dhe 6 trilion njerëz të tjerë kanë vujt nga vendimet e këqija që bëre ti me një jetë tjetër. Do vi një moment që do dalësh, veza do çahet, dhe ti do lindësh në botën e Zotit, në botën e jashtë, edhe ti do kesh eksperiencën e 1 trilion jetëve. Ti do jesh të gjithë njerëzit që bëri Stalinit vuj, plus do jesh dhe Stalini, që është the ultimate humbling experience. Domethënë ti mase mund ta quajmë që je i kualifikueshëm për të qenë në botën e Zotit tani tutje, sepse ke marr eksperiencën e 1 trilion jetëve. Mase është për qëllim rritje. Kjo është mënyra më e mirë se mund ta shpjegojmë, teoria e vezës. Mund ta kërkoni si egg theory, është diçka pjesë e filozofisë. Po që kjo është diçka që shpjegohet. Qëllimi për çfarë ka bërë këtë gjë mund të jetë thjesht një vezë për të rritur një nga fëmijët e vet dhe fut këtë gjë që quhet ether, konscienca totale. Le të themi njohuria hyjnore, e fut këtu brenda si një farë dhe kjo përbën gjithçka tjetër. Kjo përbën çdo tigër dhe çdo zebër dhe vetëm ha veten për qëllim për të rrit veten, për të bërë humble veten, për të kualifikuar veten për të qenë Zot në të ardhmen. Dhe do vi moment që do e bëj këtë gjë. Ajo gjallësë është për të futur këtu si një gjë që përbën shumë tru të ndryshëm dhe jetë të ndryshme për qëllim për të rrit. Mos është vetë një pjesë e Zotit dhe qëllimin e ka për të evoluar veten. Ti je një pjesë. Gjithë mushkonjat janë një pjesë tjetër, gjithë merimangat janë një pjesë tjetër, gjithë njerëzit e tjerë janë një pjesë tjetër. Dhe një thelb që mund ta bëjmë këtë gjë, domethënë është që mund të nxjerrim nga kjo gjë është që çdo dëm që bën, ja ke bë vetes, sepse gjithë ne jemi një, përbëhemi nga njëjta esencë në mënyrë të faktueshme. Çdo dëm që bën ja ke bë vetes, çdo kafshë që bën dëm ja ka bë vetes. Mase qëllimi i Zotit ishte për t'i bë dëm vetes. Në mënyrë që të rritet, siç folëm, për të fituar eksperjencat e veta, që të evoluoj vetë dhe të ketë më tepër humbling eksperjenca. Por që mbani mend, domethënë, nga këtu lindin librat fetar, që thonë mos bëj dëm. Gjithë kafshët bëjnë dëm. Gjithë kafshët plus njerëzit jo të iluminuar, jo të ndriçuar, le të themi, bëjnë dëm. E kalojnë jetën e tyre duke bërë dëm, sepse duke i bërë dëm dikujt ose diçka tjetër, kjo është mënyra për të përfituar vetë. Sot ekziston sistemi financiar për ta bërë këtë gjë, por nëse do ishim kafsh, nëse do ishim tigra, nuk mund të jetosh pa i bë dëm dikujt. Keni pa ndonjë tigër që të rri pa bukë vetë sot sepse i vjen keq për zebrën? Kjo është sjellja kafshërore. Instinkti jon ose mënyra si jemi ndërtu, ana jon kafshërore është ndërtu për t'i bë dëm dikujt ose diçka tjetër. Nëse refuzon këtë gjë, unë them je më i lidhur me Zotin. Njeriu i iluminum është kafsha e vetme në planet që nuk bën dëm dhe ndjen gjuna, le të themi. Jo vetë në gjuna ndjen dhe kafshë të tjera, po zakonisht janë shumë të ngopur kur ndjen gjuna. Nëse do ishte të cof për bukë, atëherë nuk do ndjente gjuna. Nga këto lindin librat fetar, domethënë që të thonë duaja atë personin tjetër, mos e dhuno, dhuroj edhe ndjej gjuna për atë personin tjetër. Kjo është arsyeja pse kanë lindur këto lloj librash. Janë të saktë deri me farmase. Sa më larg i largohemi anës tonë kafshërore, aq më tepër i afrohemi iluminimit, ose le të themi shpirtit Krishtit. Që mund ta quajmë iluminimi, domethënë të distancohesh nga kafsha jote dhe instinktet purely kafshërore, që të thonë vetëm të hash bukë, të pish ujë, të bësh marrëdhënie seksuale dhe të flesh. Vetëm kaq të kërkon. Trurit tot nuk i plas për ëndrat e tua që do më bë 1 milion euro. Thjesht do bukë dhe ujë dhe seks dhe gjumë. Qofse keni kundërshtime, kjo është aq sa dim deri tani. Kjo është e faktueshme, kjo që po ju them tani, rimishërimi është i vërtet, por është pak më ndryshe. Ne jemi që tani e njëjta gjë, kur po ju flas tani, po ju flet subkonscienca juaj, unë nuk ekzistoj jashtë subkonsciencës tuaj. Po ju flet e njëjta esencë që ju përbën dhe ju. Unë jam ti dhe ti je unë. Qofse keni kundërshtime, mund t'i lini komente, edhe flasim episodin tjetër, që fillon në shtator, siç u thash, ose në rrjetet sociale. Me kaq mund të ecim me ç'a ndodh pas vdekjes. Ishte shumë e rëndësishme të shpjegojmë se ç'a jemi një herë. Çdo kush nga ju duhet të ketë pas një rast që ju ka rënë tensioni ose ju ka rënë fikat dhe duhet më spërkat ujë të ftohtë
në fytyrë, domethënë, çdo kush nga ju duhet ta ketë provuar një herë një temperaturë shumë të lartë që të shkakton derealization, quhet, është një shkëputje nga trupi, nga qenia jote fizike, pa pritur fillon të duket çudi si ka mundësi që jetojmë këtu edhe marrim ajër, që janë këto makina, ne i përdorim këto, fillon e bën pyetje të çuditshme. Është një moment që shkëputet konscienca nga trupi, ti shkëputesh nga trupi dhe gjërat që zakonisht i merr si të mirëqëna, që janë të çuditshme, pyetjet reale, pse jemi këtu, ç'a ndodh pasi largohemi nga këtu. Ato pyetjet reale, domethënë që i injorojmë gjatë ditës sepse jemi të shqetësuar për punën dhe për taksat dhe me kap komshien, ato bëhen më reale se kur, domethënë. Kjo është gjendja derealization. Çdo kush e ka provu këtë gjë, domethënë, sa herë që ju ka kap një temperaturë e lartë, nëse ju ka rënë tensioni, nëse jeni marrë me fighting, edhe keni rënë knockout, edhe ju kanë fluturu ato që nuk kupton kush je dhe ku je, dhe nuk njeh kur hap syt personat që ke gjithë jetën që i njeh. Qofse keni provu këto, ose thjesht sa herë që flini gjumë, ju keni provu një shije të vdekjes, keni provu një glimpse, se çfarë do të thonë kur të ose si ndihesh kur të shkëputet konscienca nga trupi, që është ajo që ndodh kur vdes, thjesht shkëputemi përgjithmonë dhe nuk kthehemi më kurrë. Si ndiheni, nëse e keni provu, nëse keni pas në eksperiencë të tillë, le ta quajmë derealization, një mini vdekje. Sidomos vdekje klinike, domethënë personat që kanë një vdekje dhe pastaj i ngjallin prapë me elektroshok. Këto njerëz kthehen dhe papritur kanë një iluminim, patën një humbling experience pas drita, tani duhet bëjmë njëri më i mirë, duhet bëjmë prift, për shkak ose hoxh. Kjo është arsye pse ndodhin, domethënë. Aty brenda si ndiheshit? Aty brenda, atë mund ta quajmë gjendje ligma. Kështu quhet, ligma, mund ta kërkoni. Gjendja ligma, domethënë vdes egoja, vdes sensi që ti thu unë, memorjet e tua, dëshirat e tua, ëndrat e tua, qenia jote, identiteti jot, karakteri jot, gjitha vdesin dhe papritur jenë në një vend. Thjesht në një vend që mund ta quajmë mjegulla ose gjendja ligma. Aty nuk ka hapësirë dhe kohë, nuk ke sens ego dhe identiteti, je thjesht aty. Je pjesë e gjithçkas asgjës. Nëse e keni provu, duhet ta kuptoni, nuk ka shumë fjalë që na shërbejnë për ta përshkru atë eksperiencë. Po ti thjesht je aty, je pjesë e gjithçkas që përbën asgjën. Je pjesë e etherit, je fiks aty ku ke qenë para se të lindje. E mbani mend ku keni qenë para se të lindjen? Atëherë si pretendoni ta dini ç'a ndodh pas vdekjes? Kjo është pyetje domethënë parajsa dhe ferri. Do ju shpjegoj unë parajsën dhe ferrin. Ka të vërteta te librat fetar, por nuk janë totalisht të vërteta. Ato janë ndërtuar si kushtetut, që ju të keni frikë nga ç'a ndodh pastaj, për të kontrolluar mendimet. Aty, nëse keni provu si eksperiencë, aty jeni në paqe, jeni të çlirët nga shqetësimet, që nga kjo na rrjedh pastaj që shqetësimet i përkasin vetëm trupit dhe anës tonë kafshërore, mund thjesht të zgjedhim të injorojmë, sepse ne nuk jemi trupi. Përmes injorimit të diçkaje mund të shërohen gjërat nga të cilat vuan trupi. Po që është muhabet shumë i gjatë, mos të futemi te ajo. Ti nuk je trupi jot, kështu që shqetësimet dhe hallet i përkasin vetëm trupit. Kjo është mënyra se mund të shpjegohet fakti që aty je në paqe. Aty nuk ekziston koha. Në momentin që zgjohesh nuk mund ta dish kurr, a ke 5 minuta aty apo ke 5 jetë aty brenda. Ashtu ndihet, si një pafundësi që thjesht mbaron një ditë dhe papritur zgjohesh. Zakonisht zgjohesh kur ndjen panik. Qofse e keni provu. Ajo është parajsa, dashur miq. Gjendja ligma është parajsa. Është vendi ku keni qenë para se të lindit, njësoj siç ishte, le të themi, Luciferi, numri 666. Numri 666 na përket ne, nuk i përket Luciferit, është numri i njeriut, jo numri i Satanit. Satani sa shtetani është njeriu sa shtetani. Ne jemi Luciferi, le të themi, dhe Luciferi është ai që ra nga parajsa, ishte një angjëll që ra nga parajsa dhe u bë demon, le të themi, dhe u caktoi një detyrë tjetër. Çfarë kuptoni me fjalinë ra nga parajsa? Se mase e merrni me kuptim literal, po mase duhet ta marrim me kuptim ekzoterik ose agnostik, le të themi, që është me nën kuptime. Si e shpjegoni që ra nga parajsa? A nuk e shpjegon për shumë momentin e lindjes tënde? A mund ta quajmë këtë rënje nga parajsa? Ti ke qenë pjesë e ligmës, ke qenë pjesë e ajrit rrotull dhe papritur një copës e vogël e kësaj energjisë që përbën ajrin rrotull, futet te sparku që shkaktohet kur spermatozoidi bashkohet me vezën. Kanë vure që ka një spark. Në momentin që bashkohet është si një spinë që futet te një prizë dhe ka një aty brenda. Spermatozoidi në momentin që futet aty brenda nuk ka
konsciencë, nuk ka, domethënë organe, nuk ka këmbë, nuk ka dur, nuk ka tru, nuk ka asgjë, ka vetëm diçka. Sparke elektrike, që është ajo që na përbën ne, domethënë mendimet tona përbëhen nga sparke elektrike. Dhe neuronet janë kabli ku rrjedhin sparket elektrike. Neuronet tonë janë kablet elektrike, funksionojnë njësoj si kompjuteri. E vetme gjë që është spermatozoidi është gjallë. Argument ju që jeni pro abortit. Domethënë, e vetme gjë që është gjallë. Dhe një pjesë, le të themi, e etherit, e energjisë totale që përbën në univers, një pjesë shumë e vogël, është futur aty dhe ka nis rrugën si një njeri që thot unë, si një trup që ndrydh njohurinë totale dhe konsciencën totale që mund ta quajmë ether, ndrydh brenda një trupi dhe jeton një jetë, edhe thot unë, edhe qëllimet e mia, gjatë egoiste, gjatë kësaj jete. Kjo është mënyra se si lind, kjo është rënja nga parajsa. Ti e re nga parajsa në një thjesht qenie njerëzore dhe pastaj do shkosh prapë në parajsë, në gjendjen ligma, në paqe përgjithmonë. Kjo është mënyra më e mirë për ta shpjeguar dhe për këtë kemi prova, domethënë që ti bëhesh natyra rrotull kur vdes, kur del energjia nga trupi. Ti nuk të vdes sensi i unit, përbësh momenti që del nga trupi, nga e njëjta esencë, ti e njëjta esencë që ishe, thjesht është duket uni, egoja, memoria jote, eksperiencat e tua personale egoiste. Kështu që ti ishe një angjëll që re nga parajsa, ti je Luciferi, që është diçka që e besojnë dhe muslimanët, domethënë që ne ishim angjëj dhe vendosëm që të bëhemi njerëz. Po ti ishte me kuptim literal, me vërtet do shkëputesh nga parajsa, nga prandëria e Zotit dhe do bëhesh njeri. Është një vendim që e mori këtë gjë. Masa e mori babi jot kur ngjizi mamin, domethënë me të shkëput nga parajsa dhe me të kthyer në një qenie njerëzore, që është shumë më ulët nga ajo që ishe. Po nejse. Fakti interesant tani për të fut pak më tepër në shkencë ose në egzoshkencë është një substancë që quhet DMT, që mund ta njihni si drogë dhe është e paligjshme në shumë shtete, por megjithëse është thjesht natyrale dhe ka qenë pjesë e ritualeve fetare të njerëzve për mijëra vite, që është diçka e vërtetë, domethënë është pjesë e ritualeve fetare për mijëra vite. DMT zakonisht merret nga rrëshira e pemëve që rriten në, le të themi, vijën ekuadoriale, një pemë specifike, për shembull quhet akacia. Druret e kësaj peme kanë një rrëshirë brenda, e cila supozohet të ngrihet dhe të pihet me çakmak, domethënë ti merret erë që nxjerr. Dhe kjo shkakton një mbidozë që është e padëmshme, shkakton një mbidozë të diçka që ekziston në tru, sepse truri jon e prodhon vetë lëndën DMT, dimethyltryptamine. Dhe njerëzit që e pinë në mënyrë tymi, le të themi, si drogë, të marrë nga pema, ata kanë një mbidozë në trurin e tyre të kësaj droge dhe zakonisht kthehen me eksperienca, kthehen me mendime ose me shpjegime të eksperiencës që patën që janë të ngjashme me ato që u folëm më përpara, që njerëzit që kanë near death experience ose kanë derealization ose kanë një knockout ose kanë një gjendje të fikse ose tension të ulët. Është e njëjta gjë. Por me steroide, domethënë DMT është diçka që e prodhon vetë truri, siç u thash, dhe kur merr një mbidozë të kësaj, këto flasin për takova një entitet. Kjo është një histori e vërtetë, dhe nuk është një drogë që të bën varësi, është një drogë që zakonisht njerëzit e provojnë vetëm një herë, kanë një eksperiencë shumë të çmendur dhe pastaj nuk e provojnë më kurrë. Dhe zakonisht shkëputen nga shqetësimet e kota që kanë në jetën e tyre. I kalon jeta para syve, mund të themi. Pendohen për gjithçka dhe gjithkohën e humbur, që e kanë humbur në mënyrë të gabuar, nga ai entiteti që nuk i del dy vetave njësoj. Zakonisht njerëzit e përshkruajnë si takova ca alien ose takova Zotin, kur në fakt është thjesht entiteti që jeton brenda jush, që keni taku për herë të parë. Mund t'ja vëmë emrin subkonsciencia juaj. Subkonsciencia juaj është Zoti ose etheri, domethënë mendimet tona vetë na vijnë nga etheri. E vetme gjë që mund të kontrollojmë në jetën tonë janë mendimet tona dhe as ato nuk i kontrollojmë dot. Dhe unë vërtetoj këtë me faktin që ose me i pyetje që mundohet të parashikosh mendimin e ardhshëm që do kesh. Mundohet të parashikosh çfarë mendimi do jetë mendimi tjetër që do kesh. Nëse s'mundesh, lind pyetja kush po t'i jep mendimet, nëse nuk e jep këtij vetes. E vetmja gjë që mund të kontrollojmë janë mendimet tona. Dhe asgjë tjetër, as gishtat tona. Atë gishtat kontrollohen nga mendimet tona. Nëse nuk kontrollojmë mendimet, çfarë kontrollojmë? Është një entitet aty brenda që të kontrollon gjithçka. Mendimet tona nuk vijnë nga ne, vijnë nga etheri, nga Zoti që jeton brenda nesh, dhe ai është ai entiteti që takojmë kur pim drogën DMT dhe bëhemi spat, siç nuk kemi qenë kurrë më parë.
Kjo DMT-a ka qenë kjo droga që të bën humble dhe të bën njeri më të mirë dhe më të iluminuar. Mani men, nëse ndaloni se bëri dëm dhe filloni të ndjeni më tepër gjynaf, jeni larg kafshës, jeni larg instinkteve, jeni më afër Zotit, më afër Krishtit, le të themi. Shumë kohë është përdorur për rituale fetare, siç u thash, si për shembull mënyra simbolike e shpjegimit të faktit që Mojsiu foli me Zotin nga tymi i një bime që digjej. Ishte thjesht spat, e kupton, më shpjeguan në mënyrë të thjeshtë. Nga këtu na ka lindë Stoned Ape Theory, teoria e majmunit spat, sepse prodhimi jon i DMT-s nga truri jon, DMT-a është arsyeja pse shohim ëndra. Sa herë që shef ëndra është dhe truri jot duke lëshu DMT, këtë lëndën, që është një drogë që e marrim nga natyra dhe mund ta pim dhe do kemi mbi dozë, por truri e prodhon dhe vet. Është diçka që truri e njeh dhe prandaj është e padëmshme kur e pi atë lloj droge. Dhe Stoned Ape Theory është teoria që nga fakti që ne prodhojmë, kemi shumë më tepër intelekt se majmunët e tjerë dhe gjithë kafshët e tjera, me thënë drejtën. Nga fakti i kësaj dhe nga fakti që truri jon prodhon natyralisht më tepër DMT se majmunët, ka shumë shanse që kur ishim majmun, nëse doni të besoni teorinë e evolucionit, domethënë, ne ishim një majmun si gjithë tjerët dhe vendosëm një ditë të ham këpurdha, që kanë një substancë të ngjashme me DMT-n, që quhet psilocybin, nga këpurdhat psychedelic, këpurdhat që të bëjnë spat, domethënë, dhe është vërtetuar edhe sot që këpurdhat nuk të shkaktojnë diçka në tru, thjesht të hapin një derë në tru që ti nuk e kishe të hapur deri tani. Është diçka që shikimi për te i gjërave, domethënë ose halucinacionet, siç e quajnë sot kësaj dite, kjo është diçka që e ka aftësi truri jot, ta bëj pa konsumimin e këpurdhës, por e kemi derë të mbyllur, nuk e përdorim atë pjesë të trurit, kështu që atë pjesë e hap këpurdha. Kështu që a ka shanse që kur ishim majmun ne konsumum shumë nga këto këpurdha dhe u bëm njerëz, u bëm më të zgjuar se tjerët. Stoned Ape Theory. Kjo vërtetohet dhe nga një shpellë, ka qenë një shpellë shumë e bukur që flitej për këpurdhat, sepse këto njerëz shifnin këpurdhat që janë vetëm gjë që rritet brenda natës, dhe ishin këpurdha psychedelic, janë vetëm gjë në këtë botë që rritet brenda natës. Ke një fush bosh dhe bie shi natën dhe papritur ke një fush plot tani me ushqim. Kështu që këto njerëz pa zhvilluar bënin vizatime, këto e qunin shiun materialin gjenetik të Zotit, e qunin spermën e Zotit, le ta themi. Trosh domethënë, e qunin shiun spermën e Zotit dhe mendonin se është një entitet i mirë atje lart që po na jep këtë shiun edhe i cili rrit këpurdhat që ne ti ham. Është një mënyrë për të thënë që është një Zot atje lart që po na ushqen, sepse kështu e shpjegonin faktin që rriten këpurdhat brenda natës. Këto i hanin ato këpurdha, bëheshin spat dhe pastaj e vizatuan gjithë këtë gjë që mendonin. Dhe sa për dieni, molla që hëngri Eva, nga historia e Adamit dhe Evës, nuk e keni askund të shkruar në asnjë Bibël që ka qenë moll, në fakt përshkruhet si një këpurdhë. Këpurdha është gjëja më e vjetër e planetit, që ta dini ju, domethënë entiteti më i vjetër i planetit, ka shumë shanse të jetë më i vjetër se pemët, domethënë koncepti i këpurdhës ose i myshkut, është më i vjetër, i mykut, është më i vjetër se pemët, domethënë shumë para dinosaurëve kanë ekzistuar pemët dhe shumë para pemëve kanë ekzistuar këpurdhat. Duke qenë në këtë realitet si pjesë e etherit, sepse dhe ato janë si ne, një pjesë e vogël e etherit, është një pjesë e shkëputur e shpirtit shenjtë, e njohurisë hyjnore të Zotit, është një pjesë e shkëputur që është brenda një trupi, që thot unë, edhe shqetësohet për qëllimet e veta. Imagjino sa njohuri hyjnore kanë pas ose kanë trajtu brenda qenies tyre, këpurdhat, përderisa kanë në tokë më shumë se ç'kanë pemët në tokë. Është kjo një mënyrë për ta shpjeguar se si na hapet truri kur i konsumojmë këto këpurdha. Është diçka që duhet ta bëj truri jon vet, por nuk e bën dot. Mund ta bëj mendimin e këtyre këpurdhave. Kjo është arsyeja pse u bëm të zgjut dhe për të kaluar prapë të mos e kemi trurin më të paaft tani, nga fakti që kemi konsumuar shumë fluorid, duke filluar nga uji i çesmës, domethënë, ose nga uji i bler, ose nga pasta e dhëmbëve. Domethënë gjithçka përdor fluorid brenda, fluor, që është diçka që na bën keq për trurin, për gjendrën tonë pineale, e bën kockore, të kalcifikuar rrotull dhe nuk kemi aftësi të kemi intuit, ose të komunikojmë me etherin, me Zotin, le të themi. Për të kaluar te DMT-a prap, që është substanca që u përmenda, që është diçka e krijuar nga natyra, është korshienca e bimëve, mund ta quajmë në një mënyrë shumë të mirë, është një cop Zoti e fshirur aty brenda dhe është shumë e ngjashme me psilocybin e këpurdhës, ka pothuajse të njëjtin efekt. Është arsyeja pse shohim ëndra, siç u thash.
Dhe diçka që e kemi vërtetu për të kaluar te jeta pas vdekjes më në fund. Diçka që e kemi vërtetu është që çlirimi i DMT-s nga truri jon është gjëja e fundit që na ndodh para se të vdesim. Para se të vdesim, le të themi 30 sekondat e fundit, truri lëshon gjithë DMT-n që ka, pa kursim, dhe gjëja e fundit që do jemi para se të vdesim është spat. Besojeni ose jo, është diçka që mund ta verifikoni, domethënë, është gjëja e fundit që mund të themi se do vdesim të lumtur të gjithë. Dhe aty brenda do ndjeni si një ëndër, njësoj si eksperjenca e konsumimit DMT-s me tym si drog. Ajo do jetë një mbidozë për trurin dhe aty do kesh një eksperiencë humbling si një ëndër. Do jesh një ëndër që nuk dihet as gjatë 5 minuta apo gjatë 5 jetë, dhe aty mund të të kaloj jeta para syve, edhe të pendohesh për gjithë të këqijat që ke bë. Ju ngjan shumë, ju ngjan me historitë e librave fetar. Ju thash që ka të vërteta aty brenda, por nuk janë 100% vërteta. Aty nuk do ekzistoj koha, domethënë është një e ngjashme me një ëndër si ato makthet që keni që po ju ndjek diçka dhe nuk vrapon dot. E dini pse nuk vraponi dot në ëndër? Sepse jeni brenda trurit tuaj dhe nuk keni këmbë. Po mundoheni të veproni sikur keni këmbë, por nuk keni, sepse nuk jeni me këmbë brenda trurit tuaj. Një shpjegim shumë i thjeshtë. Entiteti që do takoni aty brenda, që takoni edhe kur droga DMT konsumohet si drogë, domethënë po që kur e çliron truri, entiteti që takon aty brenda është ajo që ju thash që është në brendësi tuaj gjatë gjithë kohës. Një copës e Zotit që funksionon si një menaxher i mendimeve tua, një i apuntamentuar nga Zoti për të jetuar brenda teje dhe për të asistuar në jetën tënde, në mendimet e tua. Është subkonscienca juaj, domethënë, ky menaxheri i Zotit. Atë do takoni aty brenda, kjo është eksperjenca e fundit që do keni, që është e vërtetuar, do jeni spat, gjëja e fundit që do jeni me jetën tuaj, të gjithë ne dhe të gjithë kafshët, domethënë, dhe atë entiteti që mund të takojmë aty brenda, mund fare mirë ta quajmë për shembull purgatori ose gjykuesi, sepse ai do të të kujtojë gjithë pendimet që ke me jetën tënde. Ky entitet do t'ju japi një shok të gjithë arsyeve për t'u pendu, domethënë gjithë gjërave të këqija që keni pas në jetën tënde, dhe për ta mbajtur shkurt, kjo nuk do zgjasë përgjithmonë, thjesht do zgjasë aq sa zgjat ëndra, derisa të çlirohesh nga pendimet, dhe pastaj do bëhesh pjesë e etherit siç i folëm më përpara, domethënë ti do shkosh në paqe, pas u gjykove nga Zoti, me 100 palthonjza, ka të vërtetë siç e thash, po jo. Dhe tash për t'ju dhënë një shpjegim të fundit, domethënë, do të kemi edhe 5 minuta kohë. Për t'ju dhënë një shpjegim të fundit, një lloj prove shkencore, unë të kësaj që sapo ju thash, domethënë është që emocionet tona përbëhen nga ose janë frekuenca të ndryshme. Ka një tabelë emocionesh, të cilët do mundohem ta vë në ekran, domethënë një tabelë që emocionet më të ulta si pendimi ose faji ose turpërimi janë në fund fare, janë emocione me frekuenca të ulta, dhe emocionet si gëzimi ose qefi ose kënaqësia ose përmbushje ose krenaria janë shumë më lart. Janë emocione me frekuenca të larta. Tash këto shpërndahen si frekuenca, sepse gjithçka përbëhet nga frekuenca. Tavolina nuk është solide, përbëhet nga atome të cilët janë duke vibru me një frekuencë të caktuar. Nuk është asgjë solide, domethënë është imagjinata juaj që është solide. Me shkencë. Por që valët me frekuenca të ndryshme, një mënyrë për t'ia krahasuar do ishte ndryshimi mes valëve 3G dhe 5G të internetit, një shpjegim shumë të shkurtër. 3G, valët 3G ju shkaktojnë që interneti të jetë pak më i ngadalt se ç'doni, por janë valë, le të themi, më të holla, kanë intensitet të me thënë shkurt, domethënë të holla, janë valë të holla që kanë intensitet të ulët, ka pak informacion për centimetër vale që transmetohet dhe prandaj ke internet ngadalt, por valë të holla mund të kalojnë përtej kësaj, sepse janë të holla, nuk pengohen nga asgjë. Çfarë bëjmë ne është ne mundohemi ta bëjmë internetin më të shpejt, pra mundohemi të shtojmë informacionin e futur në 1 centimetër valë dhe bëjmë valë më të trash, por shkakton një problem që vala e trash me frekuencë më të lartë, domethënë me intensitet më të lartë, papritur bllokohet nga gjëra, sepse është valë trash, domethënë pengohet nga muri. Kjo është diçka e njohur, domethënë valët 5G bllokohen ngaherë nga thjesht muri i shtëpisë. Është diçka që nëse merrni vesh e dini që është e vërtetë. Kështu funksionojnë dhe emocionet tona. Kur ti vdes, le të themi, për t'i shkurt, kur ti vdes dhe shpirti jot, domethënë gjendja mendore plus emocionale, shpirti jot del nga trupi dhe shpërndahen, domethënë gjithë emocionet, gjithë pendimet që ke, gjithçka që të përbënte si ty, domethënë që përbënte unin tënd, tani pa trup, tani shkoputur nga trupi, do shpërndahet rrotull, dhe do bëhet pjesë e etherit rrotull. Mendimet e këqija, ose le të themi mendimet e mira të parat, njësoj si kur je gjallë, që kënaqësia zgjat vetëm sot,
ose përmbushja zgjat vetëm sot, dhe kur flej gjumë, nesër fillon puna prap nga fillimi dhe nuk ndjen më kënaqësi, është një ndjenjë me intensitet të lartë, por që zhduket shpejt. Kënaqësia, ndjenjat e mira janë të fuqishme, por zhduken shpejt. Kështu që kur të dali nga trupi, do ekzistoj si një ëndër, që nuk e di kush sa zgjat, domethënë ëndrat mund zgjasin 5 minuta ose 5 jetë, por do zhduket shpejt. Dhe diçka me intensitet të lartë, por që zhduket shpejt dhe bashkohet me gjithçka në asgjës, me etherin, me totalin e energjisë rrotull. Ndërsa mendimet e këqija, sidomos ato që janë në fund tabeles, si për shembull pendimi ose turpërimi, gjithçka që një krim që mund ta kesh bë, dhe je shumë fajtor, ndihesh vet, shumë fajtor për këtë që ke bë, këto janë ndjenjat me intensitet më të ulët nga të gjitha, kështu që do shpërndahen dhe nuk i bllokon asgjë. Janë val me intensitet të ulët, nuk ndihen dhaq shumë, por ndihen shumë gjatë në kohë. Këto lloj valësh mund shkojnë deri në galaktikën Andromeda, dhe ja ku jetë pa u shpërbë, domethënë si një ëndër e keqe, do jesh aty brenda, duke eksperiencuar në lup gjën e keqe që ke bë, dhe arsyen pse ndihesh i penduar. Ferri, domethënë gjykimi i ferrit ose ndëshkimi i ferrit. Kur mbaron, do jesh pjesë e ligmës, nuk do ekzistosh fare, njësoj se nuk ekziston trupi jot, dhe do jesh në paqe. Pas ferrit që nuk zgjat asnjëherë përgjithmonë. Është njësoj si në libra fetar, por nuk shkon diku tjetër, thjesht shkon këtu ku je, në një gjendje tjetër, jashtë trupit tënd, jashtë unit fizik. Kështu që ato libra fetar që besoni, kjo është një mënyra vetëm si mund ta vërtetojmë. Domethënë mënyra vetëm si mund ta shpjegojmë dhe të ketë një sens shkencor ose logjik, jo thjesht të bazuar nga Bibla dhe Kurani. Kjo është mënyra më e mirë si mund ta shpjegojmë. Ato libra duhet i besoni, e bëjnë njerëzimin më të mirë deri me informacion, le të themi, por janë thjesht një kushtetuar të rregullash në fund ditës. Nuk do ketë gjykim dhe ndëshkim si e mendonin, nuk do ketë ferr, do ketë thjesht një ëndër të keqe që do ndihet si ferr për shumë kohë, nuk do ketë sens kohe. Kështu që do ju thoja, vazhdoni ta jetoni jetën tuaj me keqardhje për tjetrin, vazhdoni të ndiheni keq, domethënë, vazhdoni të ndihmoni njerëzit që janë në nevojë, vazhdoni të ndiqni këshillat për të bërë mirë nga libri fetar që bëni, që besoni, domethënë, por sa herë që bëni keq, mos u shqetësoni, se nuk do shkoni në asnjë vend ku digjesh, thjesht do ndihesh për një ëndër të keqe që nuk dihet sa do zgjasë, do ndihesh pendim për gjërat e këqija që bëre, ose mase nuk ndihen pendim fare, se je thjesht njeri i keq. Për njerëz të këqij nuk ka pendim dhe nuk ka karma. Ti merr atë që do të marrësh, atë që meriton, atë që mendon se do marrësh. Njerëzit e këqij nuk e marrin sepse nuk e presin, nuk ka karma për to. Sa herë që bën keq, domethënë, ose sa herë që nuk bën keq, ti je më afër Zotit, je më afër Krijuesit, je më afër Krishtit dhe nuk je kafsh si gjithë kafshët e tjera që jetojnë për t'i bërë keq diçkaje tjetër ose dikujt tjetër për të përfituar vetë. Por edhe kur bëni, desha t'ju them mos e hani veten, edhe aq shumë, sepse nuk është më vërtet ndëshkimi që prisni nga libri ju i fetar. Është thelbi i Zotit, domethënë duke bë keq, ti mëson kur të vi totali i jetës në fund dhe të bashkohet dhe njëherë Zoti i ndarë në shumë trupa të ndryshëm. Kur të bashkohet do bëj sens. Arsyeja pse bëre dikë të vuj, sepse ti do jetosh një jetë tjetër, ose ai do jetoj një jetë tjetër kur veprimi që bëre tani për të bërë dikë tjetër të vuj do hash vujtjen që shkaktove vetë. Është thjesht karma, e thënë me fjalë të tjera. Kur e mendon që çdo dëm që bën në këtë jetë do jetosh një jetë tjetër ku dëmi po të bëhet. A ka experience më humbling? A ka evolim më të mirë shpirtëror? Kjo është arsyeja për ta mbyllë, domethënë është arsyeja pse ndjeni empati. Fjala empati me pati, domethënë, është arsyeja pse ndjeni ndjenjat e dikujt tjetër ose e vini veten në vend të dikujt tjetër, sepse jeni edhe në vend të atij tjetrit, ka një jetë tjetër që do jetoni që jeni ai tjetri. Thjesht kaq desha më ju thon, domethënë, mos e vrisni shumë mendjen nëse bëni nga një herë keq, jetoni për të mos bë keq dhe për të bë mirë, po edhe nëse bëni keq, mos e hani veten tuaj se në fund ditës vetëm këtë jetë keni. Jeni thjesht një copë e vogël fare, mos e pothuajse e parëndësishme, e një eksperiencë totale që po jeton Zoti, dhe gjithçka që bëni ka një qëllim dhe ka një shpërblim dhe nuk do ketë ndëshkim. Është për këtu për një arsye, për të ngrënë veten e tij. Sa herë që është digër, ha veten e tij si zebër për të eksperiencuar vujtje, që ashtu të bëhet humble, dhe do vi një ditë që do mbaroj dhe aty do ketë gjithçka sens. Kjo është mënyra më e mirë se mund ta shpjegojmë, domethënë, thjesht mos e hani veten sa herë që bëni keq. Pendohuni, por mos e hani veten. Nga unë natë të mirë.